Jari shrodhko si goneja që je kështë ka jato jetën e te ashtu si të s'deshiro. Ai kurë nuk kërkon një arsye për t'u kënaqur me kënaqësi, e tirë te Herën e parë që të dy kalama Spotify nuk mbaj mend. Kanë kalua vite tani, por ajo që mbaj mend është se nuk po kaloja mirë. Isha i shërien të mjerë deri raskahteri, kaleu do dërë si qka shkurt një ditet mërshme. Po kur amrë me fillova të kërceja më të në tënë, që unë jo zorijet e më të sukarim bëndën mistik. Por një dhiju deri me gjësime këpori nuk e di gjithë gjellë gjeshe dhe deri më sotim nga jeta jote jeta joar. Ne ishim diçka, por nuk e di, një qmenduri e plot, por një realitet i qmendur, por e vërtet, ne të gjithë po e jetojmë së bashku në kohë dhe hapësirë. Ai është një sensacion, ai më vjedh zemrën. Nëse e ke parë kur bën ushtrime, është një spektakël i vërtet. Çdo pikë djerse e ti është si një diamant, kur ka prezet e diellit, shkëlqen si ajo e një vampiri. Ai mund të ketë një fytyrë, ose për shtypje pe ideali të ashpër, por në të vërtet është i butë, i adhurueshëm, i sjellshëm, i respektueshëm dhe ka një zemër të butë dhe fisnike. Ndonjëherë humbet rrugën për shkak të njerëzve të tjerë, por shpejt e gjen veten dhe bëhet përsëri vetveca. Për du parë ajo është i mrekullusëm dhe i sinqert me se cilin pej të dashurve të ti. Kos me nënën e ti a i ngjen një lidhje magjike, sigur të jetë për sëri fëmi. Dhe kur është më nati një kutën jeti fort të jetë, dhe se një familje bashkuar është gjithë shka. Kur viziton prindërit e ti, a i ndjen një nostalgji që i kujton të gjitha gjërat e mira, origjinën e tirë, rënjet e ti, kush është vërtet.
flasin në t'lash. A i gjithë momenton për të gjishin në të hendje, frustruar nga situatat e jetës se përditshme. Por ai është një yll i ndritshëm, çdo dritë që lëshon një ngjyrë të ndryshme, çdo gjendje shpirtërore në ngjyrë të ndryshme. Një dëshiri rëshiri. Ai gjithmonë i fshe emocionet e tij të vërteta, dhe kur ka mundësin të flas dhe të afrohet me njerëzit, është aki ëmbël sa një byrek me qërshi. Një mënyrë tjetër se si e shpreh atë që ndjen kur bie në dashuri, ndjen lidhje të fortë me dike, është për mesartët e muzikës. Ai mund të duket i turpshëm dhe jashpër nga jashtë, por ai është sharm i pastër, zjarr i pastër, pasion i pastër, i gjithmonë i lumtur dhe mos lejo kurrë që situatat dhe përvojat me dhelpintes të shuajnë muzikën, artin dhe dhelpin tënd, sepse mos harro, liria jote është fuqi.